Punimet për rikonstruksionin e shkollës së ciklit të ulët në fshatin Arapaj të bashkisë Roskovec po vijojnë me ritme të shpejta. Ecuria e punimeve është inspektuar nga kryetarja e bashkisë Majlinda Bufi, e cila është shprehur se ndërhyrja synon krijimin e kushteve më të mira për nxënësit dhe stafin pedagogjik. Punimet kanë nisur në ditët e para të muajit korrik dhe sipas drejtueses së bashkisë po avancojnë sipas parashikimeve. Në prag të nisjes së vitit të ri mësimor 2026-2027, Bashkia Roskovec ka intensifikuar përgatitjet për institucionet arsimore, me synimin që ato të jenë të sigurta, të pastra dhe funksionale për nxënësit dhe mësuesit. Në këtë kuadër po zbatohet edhe projekti për restaurimin e godinës së shkollës në Arapaj, i financuar nga të ardhurat e buxhetit vendor me një fond prej rreth 6 milion lekësh me TVSH. Ndërhyrjet përfshin rikonstruksionin e godinës dhe ambienteve të brendshme dhe të jashtme, punime në hapësirat përreth, pastrimin dhe gjelbërimin, si dhe riparimin e problematikave të evidentuara gjatë vitit të kaluar. Sipas kryetares Majlinda Bufi, pritshmëritë janë që nxënësit dhe mësuesit të nisin procesin mësimor në ditën e parë të vitit të ri shkollor në ambiente të sigurta dhe të përshtatshme të shkollës së rikonstruktuar. E njëjta pritshmëri është konfirmuar edhe nga drejtuesi teknik i punimeve. Në objektin arsimor të fshatit Arapaj, në njësinë administrative Strum, bashkë me administratorën kryetar të fshatit dhe në drejtuesin e punimeve nga operatori që ka dalë fitus, po kryejmë rikonstruksionin e plotë të kësaj godine, duke filluar që nga instalimet, komplet instalimet furnizimin me energji dhe furnizimin modifishëm, sistemimin e dyjes sanitare që do të tualetet për nxënësit dhe fëmijët që janë këtu, sistemimin e klasave, sistemimin e hapësirave dyrekryetare, sudatimet, shtresa me pllaka dhe gjithçka tjetër ka të bëjë me një godinë me kushte dhe standarde të mira në procesin e mësimit. Kjo është një godinë në të cilin kryhet mësimi parashkollor, pra kopshti, për gjithë fëmijët e kopshteve në fshatin Arapaj, dhe për nxënësit deri në klasën e 5, sigurisht me klasat e 5. Për ciklin e ulët të sistemin 9 vjeçar. Ky është një vendim që u takon prindërve dhe mësuesve në lidhje me vazhdimin e fëmijëve e shkollës këtu. Është një diskutim tjetër, po megjithatë ne si bashki na takon që të plotësojmë kushtet më të mira në procesin e mësimdhënies për këtë godinë dhe për këtë institucion arsimor. Sipas edhe tabelës që u vutëre atje, vlera e punimeve është diku te 6 milion lekë të reja me TVSH, i gjithë fond nga bashkia, nga të ardhurat e bashkisë. Ka një afat punime që shkon deri në janar, po sipas konfirmimit edhe të operatorit, brenda shtatorit objekti do përfundohet. Atëherë brenda shtatorit objekti do jetë i përfunduar në mënyrë që fillimi i vitit të ri shkollor t'i gjejë nxënësit e fshatit Arapaj në klasat e rregullta dhe klasat e reja, me një po themi kushte më të mira standarde për sa i takon godinës nga ana infrastrukturore. Gjithashtu ne si bashki do të marrim masa që dhe pjesa e territorit, gjithë ambientit, anës funksionale të godinës në buxhetin e vitit që vjen të fusin këtu rehabilitimin ose përmirësimin e një fushë sportive të vogël të përshtatshme për fëmijët edhe sistemimin e gjithë pjesës anë funksionale të kësaj godine. Puna do të vijojë edhe gjatë javëve në vazhdim, me qëllim që shkolla të jetë gati për të pritur fëmijët e kopshtit dhe nxënësit e ciklit të ulët së bashku me stafin mësimor në nisjen e vitit të ri shkollor, edhe pse afati i përfundimit të punimeve sipas projektit është parashikuar në muajin janar të vitit të ardhshëm. Bashkia synon që ndërhyrjet kryesore të përfundojnë përpara nisjes së procesit mësimor. Për administratoren e njësisë Strum, kryetarin e fshatit Arapaj dhe banorët, rikonstruksioni i shkollës është një investim i shumë pritur prej vitesh dhe shihet si një ndërhyrje e rëndësishme për përmirësimin e kushteve të shkollës së ciklit të ulët, ku fëmijët zhvillojnë procesin mësimor.